Ky është Sulejman Gura nga fshati Obliki i njësisë administrative të anës së Malit. Ai prej 2 dekadash merret me kultivimin e shegës. Këtë vit ka rreth 1 dynim tokë të mbjellë, të cilën shpreson ta zgjerojë edhe më tej. Është një kënaqësi me fjalë që merr me këta, se janë bujshme me kohë, me trashëgu me baballar. Mundona me kënë marakli nat punë me fjalë me dhënë gjitha mundësitë që kena. Gura tregon se prodhimi këtë vit është i bollshëm, por i druhet tregu të shitjes. Këtë të fundit herë gjë në Shkodër e herë në Tiranë. Varietet kena dividishe ose bashallekut, si quhet. Kena i thonë na është edhe elkur trashe, me fjalë sajtalush i thonë nga zona jonë, në me fjalë. Prodhimi duket i mbar, si mjet. Kur vjen puna për mu pjek, nuk ka fuqi blerëse që me shit me i marr hakun tamam. Japim edhe makinave të Tiranës, po edhe në Shkodër. Edhe specialistët e bujqësisë bën me dije se këtë vit kushtet atmosferike kanë favorizuar prodhimin e bollshëm të shegës. Prodhimi është i mirë, është edhe cilësor. Kjo ka një kusht si rrëdhuje edhe e kushtave atmosferike, një verë e mirë, e përshtatshme, se sheka është një kulturë dëfrutore që kërkon dritë dhe kërkon temperaturë. Fshatrat e njësisë administrative të anës së Malit dhe Postribës janë zonat e cilat kultivojnë më shumë sheg në qarkun e Shkodrës.